Pena Strugane, kur fjala bëhet me zemrave dhe qyteteve. Në një mbrëmje të mbushur me ndjenja, poezi dhe shpirt artistik, qyteti Strugës u shndrua në një qendër të fjalës së bukur dhe mendimit të thellë, përmes edicionit të parë të takimit poetik Pena Strugane. Aktiviteti u organizua nga Klubi i Librit Strug me synim të qartë për të krijuar një traditë të re letrare që do të përhapet në qytete të tjera, duke u bërë një platformë e përvitshme për të gjithë ata që duhen të frymëzojnë nëpërmjet fjalës. Jemi këtu për të festuar fuqinë që kanë tregimet për të na lidhur, për të na ndryshuar dhe për të bërë botën tonë shpirtërore më të pasur. Faleminderit për pranien tuaj dhe faleminderit që dashuroni librin. Në fakt, jetojmë në një kohë ku interneti, mbushësja, bateria merr një pjesë të konsiderueshme të përditshmërisë sonë. Por megjithatë, libri klasik është ende aty, fatmirësisht. Kjo, ajo nuk kërkon në mbushëse, po ashtu ajo nuk na tërheq neve nga informacionet që na duhen dhe mbi të gjitha nuk na injoron kur ne nuk jemi të përqendruar. Drejtësi mbi lavdi. Shtiracak e bisht të dredhur, më sallë me dyja, më shumë faqe nga frika të përkulem, të lëpihem për stoli e para, jo zotrove. Kuror që shpërblehet me turp, udhë që dredhohet për hir të lavdis, tingull që hesht kur zhurma bën ligj, hije që mbron vese të huaja, jo zotrove. Në hijen time flenderi pa hile, fjalën e pastër se shes për kopalla, hije së huaj si kërkoj streh, rënjë tingull në të vërtetën tokë e me dritë që ndroj për mbi dhe, zotrote. Dheu dhe koha i ruajnë të vërtetat. Rënjët e fjalës janë të vjetra, drejtësia i falet atij që meriton, apo jo, zotrote. Faleminderit. Unë do t'ju gostis me një poezi e cila titullohet Atje diku. Atje diku tek kam rënjët, kokën kthej plot mall e zjarr. Atje ku qava kur vrava këmbët, atje kam tim atë në varr. Atje çdo stin është mbretëresh. Atje çdo herë dhe shpirtim qesh. Atje ku qesha në çmenduri, rrudhat fytyrës i kam dëshmi. Atje buka shion ndryshe, e kam thënë dhe qindra herë, për qafimin e si me gjyshe, gjerë në palc e kam ndjerë. Në cep të dhomës, ca kujtime, në raft druri kam lënë radhitur, si syt mirua në nokja ime, më kujton se si jam rritur. Në një raft ca libra të çmuar, shkruar nga babi ca kartolina, në korniz foto e vjetër që ndron varur tek vitrina. Në këndin tjetër një glob bote, që babi shpesh e rrotullonte, ti e vet bota për mua, ishte fjala që ma thonte. Dhe bota vazhdon të rrotullohet, ku asgjë mos është njësoj. Por ja që njeriu mësohet, me kujtimet të jetoj. Dal nga dal, po shkatrohen gjërat titullin. Qelën deri në ngjyrje, se dua të iki nga qyteti i ujit, vërtet të iki nga sytë e këmbët. E lodhur jam, e s'kam forcë. Me ujë me bëllëk, e etur jam, me dri e liqe, ndryshku me mbuloj trupin, vërtet do të ndëroj qytetin e diellit, të iki pa kthyer kokën prapa se plasa. Të iki me lelekun e parë në trast mallin, të iki me dallëndyshen në shtat, në valigje e kujtimet, të iki me mërgjimtarin e 77 në xhep një gur nga vendlindja, të iki me poetin Kamal e djeg si zjarr. Të iki ashtu si iku një bim genti me lot në sy, të iki si iku veleshtarim me mall rapash mbi shpatula,
të iki si kënqindra e mira të tjerë, të iki me mallin mal për strugën, të iki ku as vetë nuk e di, të iki se litar në gryk më rri trishtimi, të iki me trithërim në shpirt për atën, të iki se dal nga dal shtrëmberohen gjërat. Faleminderit. E mbështolla dhimbjen time në krahët e ngricës, për me e rujt për radhën tjetër. Të freskët si borën e paprekun, si zanin e flanzës së mërdhifun, që ngrohtësi kërkon në gjethen e fundit të lisit. E mbështolla të qeshme në shpirtit tem, në dy anët e buzëve të saja e palosa. E vuna në zemrën e asaj që natën ma fali, bekue qoftë buza e saj. Syni që tash dergjet në vaj, për mëkatin e ban, po s'është mëkat. Po një dashni e pa fat, e ngime në krahët e dashnis, e lanun prej maris, e prej mares, se dashnia është marrje të marrëve. Nuk është dashnia në dashni e dashurume, nadje e larme, hurme ndalume, se të ngelet në fyt. E pa tjetër, duhet me pas farë që me e shiju faqe bardhë. Dhimbët e saj, dashni vajze, loti saj lotzane, që malet i ban me piskat, frym e saj ngrin krejt malsin. Ajo e dashunume në vetë dashnin, heshtun numron orët e saj, që zanat i lanë në kujtim. Poetët që sollën dritë dhe frymëzim në këtë takim poetik të parë, morën pjesë një sër autorësh të cilat me krijtarinë e tyre sollën një përzgjedhje të përvojës, ndjeshmërisë dhe thellësisë mendore. Secili prej tyre ishte një zë i veçantë në këtë korp poetik që përshkroi Nata Strugane. Të pranishëm ishin Gjeladin Muça, Xhemia Ajredini, Vahid Nasufi, Albana Zhuta, Fatmire Doko Lumani, Ali Arslani, Ali Delloga e shumë të tjerë. Këta poet të penës, secili në stilin e vet, i dhuruan publikut vargje që ndan kohë dhe ndezën mendime të thella për jetën, dashurinë, dhimbjen, gëzimin dhe shpresën. Në fakt çuditërisht, Struga është një vend kaq i vogël, kaq i ngrohtë, kaq i bukur dhe me shumë artista. Ka kaq shumë shkriptar dhe ne jemi shumë njohës për punën e tyre, për veprat e tyre, për gjithçka që ata kanë bërë për letërsinë shqiptare. Ne si klub libri jemi frymëzuar nga këta shkrimtar të Strugës. Mund të them se breg liçenorët frymëzohen nga liçeni, ne kemi shkrimtar shumë të mirë në Bogradec, por edhe në Strugë nuk jemi mbrapa. Dhe duam të tregonin mirënjohje pikërisht këtyre shkrimtarëve, sepse ndonjëherë duket sikur i lëm në harres për punën e tyre, për kontributin që kanë dhënë në letërsi. Dhe kjo ishte thjesht ideja dhe iniciativa e klubit të librit. Unë ndjeva shumë mirë edhe ftesën e pranova me një, si të them, me një gëzim. Ishe i lumtur që t'jem pjesëmarrës i kësaj mbrëmje të mrekullueshme të klubit të librit. I bëj 70 vite krijimtari. Është një faleminderit shumë. Është një jetëgjatësi rekorde. Por megjithatë, sepse unë kam filluar të shkruaj qysh në moshën 10 vjeçare. Kam filluar si zakonisht që si fillojnë poetët me poezinë për fëmijë, pastaj kur u rrita, fillova krijimtarin atë poezinë, si e quajmë me poezinë për të rritur, dhe tani në këtë moshë që jam, unë jam autori i 4 romaneve, i trilogjisë dhe librit romanit tjetër, Udhëtim në labirint. Të rritë e sotshëm kanë fat që jetojnë një kohë shumë të volitshme për të krijuar, për të shkruar.
por me gjithë se cili brez, besoj që duhet ta shkruaj poezin ose prozën e kohës vetë që jeton. Momenti që më telefonoi kryetarja e klubit, me të vërtet më befasoi për të mirë, edhe pse kisha shumë angazhime në atë tokë, unë vendosa të vi duke bërë atë planin që të mund të realizoj më mrapa. Dhe nuk munda që mos vi, sepse me të vërtet femrat Struganit din të organizojnë dhe janë shumë entuziaste, të zellshme në punën që e bëjnë. Përkryese shumë të mira. Faleminderit. Por ajo që më edhe e bëra me çdo kusht të vi, jo gjithkund i shkoj, me çdo kusht për këtu vendosa të vi dhe thash edhe pse angazhimi im sot ishte tërësisht gjatë tërë ditës në universitet, por unë arrita të vi dhe jam shumë e kënaqur, shumë e lumtur që arrita të vi dhe u ndjeva shumë mirë, shumë këndshëm, si në shtëpinë time, si në familjen time, me struganët tim të dashur, po edhe ata të tjerë të cilët kanë ardhur këtu. Mendoj se duhet të vazhdoj ky aktivitet dhe mua këndshëm më ka befasuar ideja për këtë klub kaq interesant, klubi i leximit, sepse gjithmonë është shkuar nga ajo, sepse tani të ri, të rejat, po edhe më të moshuarit lexojnë më tepër nga interneti, nëpër mediume e tjerë dhe base ai libri pagës më vështirë lexoj, sidomos kur është me dëshirë, se kur është i detyrueshëm, pra në raste për shembull në universitet, ata e dim se do ta lexoj, por kjo më tepër më krijoi ndjesinë që njerëzit duan të lidhen me atë letrën e cila i bart ato mesazhe, ato motive, ato të gjitha të themi gjëra të cilat kanë ndodhur apo në mendjen e autorit, në dëshirën e autorit, në penën e autorit, frymëzimin, imagjinatën e tjerë dhe bëhet pjesë e atij libri dhe pjesë e autorit dhe unë më vjen shumë mirë. Dhe ajo që më gëzon më tepër si autore është lexuesi im. E dua shumë lexuesin tim sepse edhe ata më duan shumë. Ashtu ndihem. Sot u ndjeva shumë e ngrohtë nga lexuesi im, ajo afërsia e tyre dhe besoj dhe shpresoj se do të përsëriten takime të tilla. Secila krijimtari që u recitua ishte një dritare e re e hapur në shpirtin e autorit, një ftesë për të hyrë në botën e ndjeshmërisë dhe përjetimit autentik. Poetët nuk ishin aty vetëm për të lexuar, ata ishin aty për të ndarë, për të ndikuar si dhe për të lënë gjurmë.